Sulmi i koordinuar ndaj stacioneve të policisë i shtatorit 97-ës pasqyrohet në komunikatën 36. Mbrojtja e Selimit përshkruan këtë komunikat si një shembull klasik i propagandës në paragrafin 304 të dosjes së tyre. Por pse? Recep Selimi ishte jashtëzakonisht i qartë se ai planifikoi këtë sulm, siç mund ta shihni këtu, në intervistën e tij dhënë Zërit. Vendosëm të koordinonim sulmet tona, siç ishte edhe rasti me 14 sulmet e datës 11 shtator 1997. Unë isha përgjegjës për koordinimin e këtyre sulmeve, isha përgjegjës për këtë operacion në nivel të Kosovës, së bashku me shokët e tjerë, por kam patur rol udhëheqës në koordinimin e këtyre sulmeve. Sulejman Selimi konfirmoi pjesëmarrjen e tij në të njëjtin sulm, në të 24/9/27 deri në 24/9/28, dhe mbrojtja e Selimit nuk bëri pyetje këtij dëshmitari. E vetmja gjë e egzageruar këtu është pretendimi për egzagerim. Recep Selimi u caktua përgjegjës për goditjen të koordinuar më të madhe që UÇK-ja kishte bërë deri në atë pikë. Dhe komunikata 36 pasqyron këtë sulm. Ai pastaj është personi që flet në paraqitjen e parë publike të UÇK-s më vonë në 1997-ën, tregues nga koha, periudha kohore para këtë akuzës konfirmoi rëndësinë e Selimit. Selimi vepron përmes pozitave që ai mban gjatë periudhës mbuluar nga këtë akuzë për të bashkëndarë qëllimin e përbashkët kriminal dhe për të kontribuar atij. Këtë mund ta shihni në gjuhën që ai përdor, edhe përpara se të shikoni atë duke rrahur një të ndaluar me një tub plastik dhe duke marrur pjesë në kryerjen e krimeve të tjera.